Lidhem tani me zotin Rezart Kthupi për të diskutuar për këto zhvillime që vijnë nga Partia Demokratike. Ju përshëndet zoti Kthupi, faleminderit që jeni me ne. Ditën e sotme Partia Demokratike shpalli zgjedhjet për kryetar, paralelisht ngriti dhe një grup pune që do të merret me ndryshimet e statutit. Konkretisht paramendohet se do të jetë neni numër 46, i pagzuar ndryshe si neni Basha, i vendosur nga kryetari aktual i Partisë Demokratike zoti Berisha. Si fillim e prisnit një iniciativë të tillë dhe çfarë do thotë kjo për këtë parti? Për mua, gjykoj që është pa logjikshme ndryshimi i statutit në prag të zgjedhjeve. Nuk mundet që statuti ndryshoj, dhe aq më tepër nëse ndryshimet statutore që prekin gjithë procesin e zgjedhjeve nuk bëjnë sens të bëhen para zgjedhjeve. Është njësoj sikur kodi zgjedhor ndryshohet 2 muaj para datës së zgjedhjeve. Në bën të ristrukturosh gjithë partinë dhe ta deformosh statutin pastaj në bazë nevojave të një grupi të caktuar që është ai që voton statutin. Dyta që është e rëndësishme, mendoj nuk është se ka ndonjë arsye specifike për cilën statuti i Partisë Demokratike duhet ndryshohet. Nuk mendoj që kishte ndonjë rrjedh logjike që çonte të mendojë që ky statut duhet ndryshuar. Dhe nëse flasim për ndryshimin e statutit, ajo që është pikpyetja e madhe është kush e shprehu këtë nevojën për ndryshime statutore. Erdhi si nevojë organike e brendshme e strukturave të PD-s gjatë analizës punës apo gjatë gjetjes së mangësive në punën apo rezultate të partisë, apo është një direktivë që vjen nga lart poshtë. Se logjika çon mendosh se direktiva vjen nga Sali Berisha, Sali Berisha do të ndryshojë statutin, dhe pastaj kjo bëhet çështje e mbledhjes kryesisë, dhe mbledhja e kryesisë vendos se po do ta ndryshojmë statutin. Është pa, jemi në të njëjtat ujëra. I duhet Berishës ndryshojë statutin sipas nevojës momentit që ka dhe statuti ndryshohet. Nuk është problema është unë kam përshtypjen që njerëzit tashmë duhet binden që ajo nuk është një parti politike, një shoqëri private me aksionerët vetëm Sali Berishën, dhe Sali Berisha do vazhdojë të cilët me atë parti sikur ta kishte pronën e tij personale. Për aq kohë sa një rregull i shkruar në statut nuk respektohet, pavarësisht nëse rregulli është i mirë apo i keq. Kjo nuk ka lidhje me rregullin vetvete. Ka lidhje me vullnetin e përbashkët e anëtarëve të PD-s për të respektuar një nem të statutit që e kanë futur vetë fundit, se kanë votuar vetë. Po, se në moment caktuar është dashur ai, se flasim për kohën që kryetari i Partisë Demokratike ishte Basha. Po, nuk merre mas me këtë pjesë, do merri me thelbin. Me parimin. Neni ekziston aty. Nuk po diskutojmë nëse ky neni është i mirë apo i keq apo për cilat arsye u fut. Nuk ka rëndësi. Kjo është një pjesë dytësore. Por neni ekziston, është i shkruar drejt mbi të bardhë. Dhe për sa kohë ekziston dhe gjithë partia vendoset mos ta respektojë dhe mbylli syt para këtij neni, dhe s'krijojë një alibi të jashtëzakonshme që zgjedhjet u vodhën dhe nuk u humbën, atëherë tu ka përfunduar diskutimin nëse ajo është më një parti, sepse aty nuk ka asnjëri të drejtën të thotë ose të kërkojë respektimin e një dispozite të miratuar nga të gjithë anëtarët e partisë. Themi që gjithmonë ka një narrativ. Ajo është parti personale e Sali Berishës, do jetojë sa kohë është ngjallë Sali Berisha dhe do sillet sikur është Sali Berisha. Dhe këtë pikë kam një kështu vretje për kronikën, rithemelimi e plotësoi rrotullimin e tij. Rithemelimi, kur është themeluar PD-ja, presupozohet që themeloi Sali Berisha, se kjo është narrativa që i është shitur shqiptarëve gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe rithemelimi i saj është rithemelimi bërë nga Sali Berisha. Dhe plotësoi ciklin e plotësoi kushtin, mbaroi. Ky është qëllimi i rithemelimit. Para ditës së sotme mendoni? Jo, ka vdekur për gjithë ata që mendojnë që rithemelimi do krijonte një parti demokratike më të hapur, më demokratike, më bashkohore, më vizionare, më politikisht të djathtë. E vërteta që rithemelimi, ky nuk ka qenë kurrë qëllimi i rithemelimit. Qëllimi i rithemelimit ishte ta rikthente PD-n në emrin dhe individin Sali Berisha. Ky është, si qëllimi i rithemelimit e ka arritur. Unë dyshoj, ky e lindur i vdekur do të vlente për gjithë ata idealistë që kanë menduar realisht që Sali Berisha po bënte një nismë që kishte për qëllim të demokratizonte partinë. Për gjithë ne që e dinim se kush ishte fundi, rithemelimi ishte brenda logjikës dhe brenda konceptit me cilin u nis. Mirë, më 23 maj Berisha sipas jush kthehet i pavdekshëm brenda Partisë Demokratike, të paktën në kuadër gjitha zhvillimeve dhe ndërmarrjes së këtyre ndryshimeve? Është edhe sot. Edhe sot që flasim, Berisha është kryetari i PD-s. Dhe është kryetar për 4 vjetësh i PD-s. Berisha është zgjedhur kryetar në krye të Partisë Demokratike në 30 prill vitit 2022. Mbylli një mandat 4 vjeçar. Që të thotë pse do ndryshojë diçka në 23 maj. Do vazhdojmë në të njëjtën cikël.
Sali Berisha do rizgjidhet kryetar partie me një majorancë absolute të votave demokratëve dhe do vazhdojë ta drejtojë Partinë Demokratike në të njëjtën formë. Do ndryshoj statutin aty ku i duhet për të blinduar ata që janë varësit e tij më të afërt, që të mos ketë mundësi asnjë lëvizje brenda PD-s ti cënojë ata, po bën një proces zgjedhor që është procedurial, por nuk sjell asgjë në raport me demokratizimin e brendshëm të partisë, dhe përfundimin do jetë që nuk do ndryshojë asgjë. Mund të kesh 1, 2 apo 3 lëvizje emrash brenda asaj që është kupola, por në thelb raporti i forcave i Sali Berishës me gjithë pjesën tjetër të PD-s nuk ndryshon. Kështu që mos prisni asgjë të re, do të vazhdojmë në të njëjtën retorik. Ka 6 muaj zotëria që bën protesta vetëm për ta arritur këtë ditë, në thënë që ai të vazhdojë të jetë kandidati i padiskutueshëm për kryetar PD. Ishte e re për ju vendosja e Gazmend Bardhit në krye të këtij grupi pune duke patur parasysh të gjithë çësjet dhe të qëndrimet që ai ka mbajtur ndaj rithemelimit në fillim edhe këtij kuvendi të bërë ku është miratuar konkretisht Kynen? Mendoj që është çësia më logjike. Çësia Gazmend Bardhi është politikisht figura që ka nevojë për frymën dhe jetën e Sali Berishës. Pas Sali Berishën Gazmend Bardhi nuk vjeton dot politikisht. Kështu që është përrjedhoi dhe personi më i bindur për të zbatuar çdo kërkesë që mund të ketë Sali Berisha në raport me statutin. Jo se dyshoj që do kishte të tjerë që do ishin kundër dëshirave të Sali Berishës, po Gazmend Bardhi është ai që është më i përkuluri. Dhe është një person i cili nuk ka mbështetjen bazë në Partinë Demokratike, ka një dhuratë jashtëzakonisht të madhe që është kryetari i grupit parlamentar nga Sali Berisha. Ky do bëj gjithçka që kërkon Sali Berisha. Që ti të kesh kurajën që të kundërshtosh apo të prodhosh nisma ligjore që vijnë kundërshtimi vullnetit e Sali Berishës, do të jesh shumë i fortë politikisht brenda PD-s, gjë që Gazmend Bardhi nuk është. Gazmend Bardhi është figurë politike e mbajtur gjallë nga Sali Berisha. Në reagimi vetëm kundër publik të paktën deri tani, ka qenë ai Ervin Saljani, të anëtarit kryesisë vetë përjashtuar, megjithëse kjo prapashtesa ngre një pikë pyetje shumë të madhe nëse marrim parasysh vetë statutin e Partisë Demokratike, si e patë reagimin e tij? Mendoj që reagimi është korrekt. Problemi nuk është ke zoti Saljani vetvete. Problemi është ke antarësia e PD-s. Reagimi nuk mund të jetë thjesht një individi. Zoti Saljani është shumë drejt ngren atë që është shqetësimi kryesor, thënë që nuk mundet që dispozitat e përbashkëta të asaj që hipotetikisht përbën kushtetutën e PD-s të shkelen në këtë formë, por këtu kthehemi ke një njëjti problem. Unë e kuptoj që zoti Saljani do ta luftojë, por problemi mbetet po ai. Kushtetuta nuk është kushtetuta e një partie politike, është akt themelimi një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar me pronar vetëm Sali Berishën. Dhe kjo është arsyeja pse nuk ka zëra që kundërshtojnë, po mbetet vetëm zëri i zotit Saljani. Është ortaku i vetëm pronari i Partisë Demokratike është Sali Berisha. Dhe do vazhdoj të jetë i tillë për sa kohë njerëzit në atë parti që aderojnë në atë parti nuk do të kuptojnë që demokracia do të thotë që dalësh dhe të kundërshtosh edhe kryetarin e partisë. Sa kohë kjo frym do mungojë, do ngelemi në të njëjtën situatë me gjithë shifmat me shumë drejt zotit Saljani. Në fakt, Berisha vetë nuk është prononcuar ende, mund themi, për ndryshimet statutore, megjithatë sot janë parë sulme verbale të drejtë. Sepse nuk ka nevojë. Po, ka të tjerë në fakt që mund ta diskutojnë gjithë të çështje. Duhet ndaleshim së bashku tek sulmet e drejtë për drejta që pati për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotin Gonzato. Informacionet e ABC News flasin për një vizitë të zotit Berisha nesër në Bruksel. Si shihni të dyja paralelisht? Nuk mendoj që kanë dëgjoj. Niveli në cilin Partia Demokratike vazhdon, të flasim Partia Demokratike, themi gjithmonë Berisha, kemi thënë partia dhe anas tjetër, kemi partia, kemi thënë Berisha. Qëndrimet që mban ndaj ambasadorëve janë koherente, dhe ai ka vazhduar të theksojë që ambasadorët e huaj janë gjithmonë njerëz të blerë dhe të qitur nga Edi Rama, shtetet të cilat ata ambasadorë përfaqësojnë, se këtu kemi arritur në nivele këtu qesharake politike, ku ambasadorët trajtohen si individ që kanë pushtet personal në raport me shtetet që përfaqësojnë, trajtohen sikur janë të shitur dhe të blerë tek Edi Rama. Problemi është një dhe vetëm një, që Partia Demokratike vazhdon të ketë njëjtin izolim nga ndërkombëtarët në raport me personin e kryetarit në detyrë të saj, apo kryetarit ligjor o faktik të saj që është Sali Berisha. Dhe ky izolim është ndoshta faktori më shqetësues që ka zoti Berisha. Do gjithë betejë e tij është për dal nga izolimi dhe gjithë sulmet që i bëhen faktorit ndërkombëtar janë për të tërhequr vëmendjen dhe për tentuar të kthehet në një kanal bisedimi dhe për ta. Faktet që në mënyrë këmbgulse faktori ndërkombëtar vazhdon ta përjashtojë nga çdo kanal komunikimi zotin Berisha dhe në rastet më të mira referohet bashkëpunëtorëve të tij, tregojnë që qëndrimi ndërkombëtar në raport me Berishën është përfundimtar dhe pa ndryshueshëm. Dhe në këtë pikë
çfarëdo deklarate që bën zoti Berisha, që i drejtohet vetëm simpatizantëve të Partisë Demokratike, por nuk krijon asnjë lloj interesi për publikun shqiptar këtu. Unë ju falenderoj shumë zoti Kthupi që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për Kënaqësi, drejtë. Nërvana. Faleminderit.